Profeti alayhi salam na thot që Allahu azza wa jall, krijuesi i çdo gjëje, her pas here dërgon për njerëzimin fllade hyjnore kohë, periudha të veçanta ku mëshira e Allahut azza wa jall është më në dukje për njerëzit, dhe Allahu i fton njerëzit që ata të kthehen me pendim sinqert tek Allahu azza wa jall, dhe ai njeri që kthehet me pendim të sinqert, ndoshta pas këtyre çasteve flladeve hyjnore nuk kanë për ta humbur rrugën e drejtë, dhe do të jenë të lidhur dhe do të forcojnë lidhjen në raportin e tyre me krijuesin e botëve, me Allahun azza wa jall. Jemi thuajse në përfundim të muajit të shenjtë, të muajit Rexhep, dhe jemi në prag të muajit Shaban, muaji që i paraprin muajit të mëshirës, muajit të Ramazanit, nderuar besimtar. Dietarët e parë kanë thënë që muaji Rexhep ishte, siç e kemi folur më herët, është muaji ku njeriu fillon dhe e përmirëson veten e tij dhe mbjell vepra të mira. Fillon dhe ka nisur një jetë të re, ka rishikuar veten e tij në raport me Zotin e botëve, me çdo marrëdhënie me gjithë njerëzit, dhe ai ka nisur një jetë të re, e ka hedhur mundin. Dhe në muajin Shaban njeriu këto mirësi i ujit me vazhdimsi, me punë të mira, me sinqeritet dhe me lidhje të sinqert me Zotin e botëve, dhe korrja e madhe është në muajin e Ramazanit, dhe një shpirt i përgatitur në këtë formë do të shijojë mrekulli shpirtërore në shkollën e edukimit shpirtëror që është muaji i begat i Ramazanit, nderuar besimtar. Prandaj ajo që i takon çdo kujt prej nesh është që të meditoj për këtë kohë, për këtë periudha, që ne vetëm se largohemi çdo ditë nga kjo botë dhe i afrohemi më së shumti largimit ton të përhershëm, që nis fillimi, udhëtimi i ri i gjithë secilit, udhëtimi për në ahiret, kur ne të ballafaqohemi me vdekjen tonë. Prandaj njeriu në këtë fllade hyjnore duhet të reflektojë, të meditojë në mënyrën se si ai po jeton, se si ai e ka lidhjen me Zotin e tij, me prindrit, me familjen dhe me mbar shoqërinë, dhe ai e rishikon veten e tij dhe rregullon raportin e tij me çdo punë që ai bën në këtë botë kalimtare. Muaji Shaban është një muaj që profeti alayhi salam e kalonte në shumë agjërim, transmeton Aisha radhiyallahu anha. Sa që profeti alayhi salam agjëronte ai shumë në këtë muaj, sa që linte disa ditë për të dalluar nga muaji Ramazanit, dhe muaji me të cilin profeti ka agjëruar më së shumti, transmeton Aisha radhiyallahu anha, pas muajit Ramazanit është muaji Shaban, thot nëna e besimtarëve, Allahu qoftë i kënaqur me të. Besimtari duhet të jetë i vetëdijshëm, vigjilent kurdoherë dhe ku do që ai ndodhet në jetën e kësaj bote të përkohshme, duke adhuruar Allahun azza wa jall dhe duke bërë punë të mira. O ju që keni besuar, ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. O ju që besoni, o ju që keni besim në zemrat tuaja, shkoni në ruku, i përuluni madhështisë së Allahut azza wa jall, dhe shkoni në sejdë për Zotin tuaj dhe adhuroni gjithmonë, jini në këtë rrugë të drejtë gjithmonë, thot Allahu azza wa jall, waf'alul khaira, dhe bëni punë të mira, punë të hajrit, me shpresën që ju të shpëtoni, thot Allahu azza wa jall. Jeta e besimtarit në këtë botë është një udhtim drejt përjetësisë. Këto janë sezone tregtie për ahiretin. Është muaji i pastrimit të zemrës të gjithë secilit prej nesh. Njeriu në këtë çaste, pasi ka kaluar një periudhë në jetën, në vitin kohor që ai ka jetuar, njeriu do të bëjë një vetë llogari, e ndalon vrapin e jetës, dinamikën e jetës tij, dhe e ngadalson ritmin dhe pyet veten, ku po shkon zemra ime, jeta ime si po jetohet, çfarë po bëj unë për Zotin tim, për krijuesin e botëve, lidhja ime me librin e Allahut, me Kur'anin, dhe çdo gjë njeriu i bën një rezume jetës së tij, i bën një autokritik jetës së tij në mënyrën se si ai po e kalon kohën, që është kapitali më i madh që njeriu i ka dhënë, që Allahu i ka dhënë njeriu në këtë botë përkohshme.
Dhe jo vetëm koha në sensin e saj, por vetëdia që njeriu tregon gjatë jetës së tij. Prandaj profeti alayhis salam tha, janë dy mirësi që njeriu nuk ja di vlerën, që është shëndeti dhe koha e lirë. Shëndeti që njeriu të adhurojë Zotin kur është në gjendje të shëndetshme, dhe të bëj punë të hajrit, dhe të shfrytëzoj kohën në çdo moment që njeriu të investojë për ahiretin, për botën e përtejme, për botën e vërtet që e pret gjithë secilin prej nesh të nderuar besimtar. Pra, njeriu në këto çaste do të ketë të rregullojë vetëdijen e tij në adhurim, në raport me Allahun Azza wa Jall, në mënyrën se si ai i qaset adhurimit të Allahut Azza wa Jall. Do të ketë një vetëdije në raport me përgjegjësitë që njeriu ka mbi supe për familjen e tij, për edukimin e fëmijëve, për mbar shoqërinë, për përçimin më të drejtë dhe të pastër të mesazhit hyjnor, dhe ai këtë gjë ta jetojë më së pari në jetën e tij, në praktikën e tij, dhe ta pastrojë zemrën e tij nga çdo cilësi që e ndot atë, dhe ai ta rregullojë raportin në radhë parë me Zotin e botëve dhe me çdo krijesë që ai ka marrëdhënie të përditshme, dhe kështu njeriu është në përmirësim me sipër në çdo moment dhe çdo kohë kur bëhet autokritik dhe njeriu është në rrugën e përmirësimit vetës dhe shikon mangësitë e tij, ai njeri mbjell çdo ditë një farë për në ahiret që do të marrë shpërblimin, një investim për në botën e përtejme të nderuar besimtar. Prandaj Allahu Azza wa Jall betohet në Kur'anin famlar, pasha kohën, në të vërtetë njeriu është i humbur përveç atij që beson Zotin e botëve, dhe ai njeri që me besimin e tij e shoqëron vazhdimisht në jetën e tij të përditshme me punë të hajrit dhe largohet nga punët e këqija, dhe ai e këshillon mikun, vllajën e tij, besimtarin e tij, e këshillon për të vërtetën dhe e këshillon që të jetë i qëndrueshëm në të vërtetën me durim, dhe kështu e gjithë jeta e besimtarit kthehet në mirësi të nderuar besimtar. Prandaj njeriu duhet të ringjallë vetëdijen, vitalitetin në jetën e tij, në çdo veprim dhe në çdo adhurim që bën në jetën e kësaj bote të përkohshme, sepse dynjaja me zbukurimet e saj e udhton njeriu kurdoherë. Në çdo formë, në çdo mënyrë, në bazë të karakterit të gjithë secilit prej nesh, dynjaja i zbukurohet çdo kujt prej nesh. Prandaj njeriu nuk duhet të lejë bukuritë kalimtare të kësaj bote që të hyjnë thellë, të depërtojnë thellë në zemrën e tij, por ai me muhasebe, me autokritik, duke përmendur Zotin dhe duke ju penduar me sinqert Allahun Azza wa Jall, ai është në rrugën e përmirësimit, në rrugën e vetëdijes plot përballë çdo fakti, përballë çdo adhurimi që ai bën në jetën e kësaj bote kalimtare, dhe njeriu kështu e ruan thellësinë, qartësinë e tij në jetën e kësaj bote kalimtare, duke u lidhur fort vazhdimisht me Allahun Azza wa Jall dhe duke kritikuar veten e tij gjithmonë. Profeti alayhis salam transmetohet në një hadith nga Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu që thot: një ditë isha me profetin alayhis salam dhe i them: Ja Rasul Allah, lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu min Sha'ban. Nuk kam parë që ta agjërosh kaq shumë jashtë Ramazanit, veçse në këtë muaj të Shabanit, i thot Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu. Dhe profeti alayhis salam i jep një përgjigje të tillë: Dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu bayna Rajab wa Ramadan. Ky është një muaj në të cilin njerëzit janë të shkujdesur, janë të hutuar, thot profeti alayhis salam, është mes muajit të shenjtë Rajab dhe mes muajit të Ramazanit. Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa ana uhibbu an yurfa amali wa ana sa'im. Është një muaj që njerëzit janë shkujdesur me jetën, në mënyrën se si ata jetojnë, se çfarë ata veprojnë, thot profeti alayhis salam. Dhe është një muaj që pikërisht punët ngjiten lart tek Zoti i botëve, tek Allahu Azza wa Jall. Dhe unë dua që kur puna ime të shkojë lart tek Zoti i botëve, unë të jem agjërueshëm, tha profeti alayhis salam. Pa po të shikojmë praktikën e profetit alayhis salam, ai kishte hyrë në një rrugë që ishte autokritike dhe e pastrimit shpirtëror dhe e zemrës tij, duke hyrë në agjërim, sepse agjërimi është
adhurimi më i dukshëm dhe i skalitjes dhe i edukimit të armikut më kryesor të gjithë secilit prej nesh, që është egoja e njeriut, që është nefsi i gjithë secilit prej nesh dhe është armiku më i përbetuar që edukon më së miri nefsin e njeriu. Dhe çfarë i edukon? I edukon frikë, respektin që Zoti e shen në çdo moment dhe edukon njeriu që çdo gjë që ai e bën në këtë botë ta bëjë vetëm për hir të Zotit të botëve, për hir të Allahut Azza wa Jall. Pra i mëson njeriu ikhlasin, sinqeritetin, sepse pa sinqeritet asgjë nuk ka vlerë tek Zoti i botëve. Dhe ajo që jep vlerë çdo gjëje është pikërisht ikhlasi, sinqeriteti për hir të Zotit të botëve. Dhe çdo adhurim që bëhet pa sinqeritet, ajo është një lodhje e kotë. Dhe çdo adhurim, sado i vogël që të jetë, por kur bëhet për hir të Zotit të botëve, ajo merr një vlerë të jashtëzakonshme dhe njeriu i fal një qetësi shpirtërore në zemrën e tij dhe në brendin e tij, në botën e tij shpirtërore. Ai ndihet mirë, sepse pikërisht shpirti është krijuar për ta madhëruar, për ta adhuruar, për ta përmendur Allahun Azza wa Jall vetëm me sinqeritet, të nderuar besimtar. Prandaj ne do të heqim dorë nga shkujdesja duke u kthyer me tër pendim të sinqert tek Zoti i botëve dhe duke hequr dorë nga lakmia e dynjas, nga bukuritë kalimtare të dynjas, që është armiku ynë më i përbetuar pas nefsit. Dhe me anë të nefsit, duke dynjaja i zbukurohet gjithë secilit prej nesh. Dikush ka paran, dikush famën, dikush femën, dikush ka dëshirat që nuk i mbarojnë të ndryshme në këtë botë kalimtare dhe dynjaja i zbukurohet pa mast. Dhe siç thot Aliu radhiyallahu anhu në një poezi të tij, ja man bid-dunyahu ishtaghal qad gharrahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhu al-ajal wal qabru sunduqul amal. I thot Aliu radhiyallahu anhu, thot o ti i mirë që po të mashtron dynjaja, po të mashtron dynjaja duke të brumosur ndjenjen që ti ke kohë për të jetuar, ke kohë që të vi vdekja. Thot duro nga bukuritë e kësaj bote dhe nuk ka vdekje vetëm atëherë kur Zoti e ka caktuar për të dhe dije mirë që varri është si një sunduk me punët që ti ke bërë në këtë botë përkohshme dhe ajo është pasuria që ti do të marrësh kur të largohesh nga kjo botë e përkohshme. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Njerëzve çdo ditë që kalon po afrohet dita kur ata do të japin llogari që të largohen nga kjo botë e përkohshme dhe ata janë të shkujdesur në mënyrën se si jetojnë, në mënyrën se si i qasin gjërave, me meditimin, me vetdijen e tyre në jetën e kësaj bote. Ata janë të shkujdesur, të udhëtuar, thot Allahu Azza wa Jall. Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa ya'tihim min dhikri rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum mu'ridun. Atëre kur i vjen atyre një përmendje nga ana e Allahut Azza wa Jall, illa istama'uhu wa hum yal'abun, ata e dëgjojnë me një talli, me një nënqeshje dhe nuk marrin mësim nga çdo gjë që atyre u ndodh në jetën e kësaj bote kalimtare dhe vazhdojnë të hesin, të luajnë, të hutohen në jetën e kësaj bote kalimtare. Lahiyatan qulubuhum, ata kanë zemra të shpërqendruara, zemra të hutuara, thot Allahu Azza wa Jall, dhe fillojnë dhe vazhdojnë të argëtohen në jetën e kësaj bote kalimtare të nderuar besimtar. Njeriu do të ballafaqohet me veten e tij dhe mënyrën se si ai po jeton në bashkë me gjithë jetën e tij, me të gjitha punët që ai bën, ai duhet t'i bëjë vetë llogari dhe të mendojë paraqitjen reale se çfarë ai po jeton, se si ai po jeton në këtë botë kalimtare. Vallë, apo jetoj ashtu si çdo Zoti im, apo e kënaq Zotin tim? Çfarë po bëj unë për Zotin tim? Namazi im, morali im, lidhja ime me Kur'anin, marrëdhënien ndërfisnore, me familjen, me bashkëshortën, me sjelljen ndaj prindërve, me komshiun, me çdo gjë që ai bën në këtë botë, ai duhet mendojë një paraqitje reale se si ai do të dalë para Zotit të botëve. A do të turpërohet apo do të shpëtojë nga ai turprim i madh para Allahut Azza wa Jall? Dhe njeriu duhet ta pyes veten që në këtë botë, se si e ka raportin me namazin e tij, që është
shtylla kryesore e besimit që e ndan besimtarin nga jo besimtari, është miraxhi i çdo besimtari, sepse është lidhja më e sinqertë që njeriu bën me Allahun Azza wa Jall. Namazi duhet t'i kujtojë njeriu vuajtjet që kaloi profeti alayhi salam në jetën e tij bashkë me sahabët e tij përgjatë gjithë jetës profetit alayhi salam, që ata u treguan të palëkundur përballë bukurive kalimtare të kësaj bote. Pikërisht ky namaz që ne e falim çdo ditë 5 herë është bërë detyrim për muslimanin në natën e Isras dhe Miraxhit, ku profeti alayhi salam me trup edhe me shpirt udhëtoi nga Mekka për në Mesjidul Aqsa dhe nga Mesjidul Aqsa shkoi me burak deri te Sidratul Muntaha, ku e la dhe pas Xhibrilin alayhi salam, dhe kur ai kthehet me 5 vakte që ne i falim sot. Dhe duke menduar në këtë formë duhet të jetë edhe dinamika, dimensioni i namazit që ne falim kur dalim para Allahut të madhëruar, me mënyrën se si ne i qasemi ti adhurimi shumë të rëndësishëm në jetën tonë, që në momentin që shkojmë për xhamin, që në momentin që ne marrim abdes, që kur hymë në xhami, që kur ndjojmë ezanin, fjalën e Allahut të madhëruar, dhe ne hymë në një botë meditimi duke hequr dorë nga bukuritë kalimtare të kësaj bote dhe fillojmë dhe meditojmë vuajtjet që profeti alayhi salam kaloi në bojkotin që i bën Kureshët profetit alayhi salam bashkë me familjen e tij dhe bashkë muslimanët për 3 vite me radhë. Ata vuajtjet nga më të vështira që ka kaluar ndonjëherë njerëzimi, një uri të skajshme, vuajtje ekonomike ku çdo marrëdhënie që ndërprer me muslimanët, ekonomike shoqërore, një bojkot i tmerrshëm, ku dëgjoheshin të qarat e fëmijëve në kodrën që ndodhi bojkoti për 3 vite me radhë, ndodhen vuajtjet nga më të mëdha që profeti i përjetoi ai alayhi salam. Ishte pikërisht edhe viti i hidhërimit ku profetit alayhi salam i ndroi jetë edhe bashortja e tij që ai e donte ai shumë, Hatixha radhiyallahu anha, dhe xhaxhai i tij Abu Talibi. Quaj viti i pikëllimit, pikërisht në këtë vit ndodhi edhe ndodhia në Taif, ku profeti alayhi salam u dëbua dhe u dhunua barbarisht nga ata njerëz nderuar, dhe ai ngriti duart lart dhe tha: o Zot, fale popullin tim, sepse ata nuk dinë se çfarë bëjnë. Dhe pikërisht pas këtyre ngjarjeve, profeti alayhi salam udhtoi në natën e Isras dhe të Miraxhit, ku ai në Mesjidul Aqsa i priu si imam, si prijes të gjithë profetëve, dhe shkoi në Sidratul Muntaha dhe u kthye me 5 vaktet e namazit dhe u kthye me 2 ajetet e fundit të surës El-Bekare, profeti alayhi salam, edhe më shumë si arritjet e tjera për ata që adhurojnë Allahun dhe që i falen dhe adhurojnë vetëm Zotin e botëve të nderuar besimtar. Prandaj këto kohë duhet të shërbejnë si një rregullim të brendshëm, si një pendim sinqert dhe një kthim me përulje tek Allahu Azza wa Jall të nderuar besimtar. Dhe ajo që njeriu duhet ta bëjë, që të mendoj, është që pas çdo pune dhe pas çdo adhurimi, sa zemra ime është zbutur dhe është afruar me Allahun Azza wa Jall, sa është përulur dhe sa urrëtia është larguar nga zemra ime, sa smira është larguar nga zemra ime dhe sa është për ulur egoja ime, është pikërisht kjo pyetje që njeriu duhet ta bëjë vetës vazhdimisht të nderuar besimtar. Në muajin Shaban, profeti alayhi salam thotë: Allahu i madhëruar i shikon robërit e tij në natën e mesit të Shabanit dhe i fal të gjitha krijesat e tij, përveç atij që i ka bërë shirk Allahut Azza wa Jall dhe përveç atij që ka urrëtie dhe ka armiqësi në zemrën e tij, tha profeti alayhi salam. Prandaj të rregullojmë lidhjen tonë me Zotin e botëve dhe ta pastrojmë zemrën tonë nga çdo ndjenjë armiqësore, nga çdo ndjenjë e ulët në zemrën tonë, sepse ne jemi kalimtar në këtë botë dhe duhet të rregullojmë raportin tonë më së miri me Zotin e botëve. Kemi një mal me gjunahe dhe duhet i pendohemi me sinqeritet Zotit të botëve dhe të heqim dorë nga ajo jetë e shkuar dhe të rinisim një jetë të re, sepse Zoti e fal njeriu, ai e do pendesën e njeriu të është i gjithë mëshirshëm. Thjesht ne me vullnetin ton të pjesëm duhet të kthehemi tek madhështia e Allahut, tek falja e Allahut Azza wa Jall, dhe të nisim një jetë re me parimet që i do Zoti i botëve dhe me parimet që na i ka lënë trashëgimi profeti sallallahu alaihi wasallam. Një ditë Ebu Bekri radhiyallahu anhu i thot profetit alayhi salam:
o i dërguar i Zotit, më mëso një lutje, një dua që unë ta bëj shpesh. Dhe profeti mëson pikërisht këtë lutje Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, njeriu më besnik, njeriu më me vlerë pas profetit alayhis salam. Dhe i mëson pikërisht këtë dua: Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira. O Zoti im, në të vërtetë që unë vetes time i kam bërë padrejti të shumtë. Wala yaghfiru dhunuba illa ant. Dhe gjunahet, mëkatet që më kanë kapluar mua, nuk i fal kush tjetër veç teje o Zot. Pra Ebu Bekrit, profeti alayhis salam po i mëson një lutje të tillë. Dhe çfarë do të thënie ka kjo lutje? Që njeriu të kthehet tek vetja e tij, të kthehet tek mëkatet që ai ka mbi supe dhe të harrojë se çfarë bëjnë njerëzit. Dhe mos t'i interesojë se çfarë bëjnë njerëzit, por ai të shoh mëkatet e tij, të shoh përgjegjësitë e tij mbi supe dhe i thot Allahut azza wa jall: o Zot, në të vërtetë që unë i kam bërë një padrejti shumë të madhe vetes time dhe gjunahet e mia nuk ka kush t'i falë. Faghfir li maghfiratan min indik. O Zot, më fal në një mënyrë të tillë ashtu siç ti fal, me një falje, me një mëshirë që vetëm ti di të falësh në këtë formë. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dhe më mëshiro mua o Zot, më jep mëshirë në jetën time, sepse gjunahet e mia janë të shumta, mi fal mua gjunahet, dhe në vërtetë që ti je falësi dhe i mëshirshmi, e mësoi profeti alayhis salam Ebu Bekrin radhiyallahu anhu. E lutim Allahun azza wa jall që të na bekojë në këtë kohë begata, na bëj që të reflektojmë në jetën tonë përditshme. E lutim Allahun azza wa jall që të na mësojë të arrijmë shëndosh e mirë dhe me një jetë të re, me pendim të sinqert tek Zoti i gjithësisë të arrijmë muajin e begatë të Ramazanit. Amin.